Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, në salë janë të pranishëm 115 deputet, andaj mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Para se të procedojmë, sot është 24 vjetori i rënjes së Tahir dhe Nebi Mehës në përleshje me policinë okupatore të Serbisë, andaj juftoj që të dy dëshmorë të nderojmë me 1 minutë heshtje. Lavdi veprës së Tahir dhe Nebi. Do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur, në vazhdimet të seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9 dhe 11 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati korum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe, po ashtu të propozoj një antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesët e 6 deputet kanë votuar për, 1 deputet ka votuar kundër, nuk kemi asnjë abstenim, nuk kemi korum, shihemi më 15 maj në orën 10:30. Ju falemnderit.